derisa vendet e zhvilluara tentojnë të gjejnë metoda për ta forcuar shtetin, për ta mbrojtur nga ndonjë sulm eventual, për të qenë qytetarë në aspektin ekonomik dhe në aspektin social, për të ruajtur vlerat e shtetit të tyre në Kosovë, eksperimentohet me shtetin dhe kjo që ka ndodhur me zgjedhjen e presidentit apo presidentes Kosovës apo me moszgjedhjen e tyre dhe shkuar në zgjedhje është vërtet një dëm që duhet të analizohet në shumë dimensione. Në aspektin politik, Kosova me tutje po vazhdon të promovoj mungesë stabiliteti politik dhe institucional që jep mesazh shumë negativ, qoftë tek partnerët ndërkombëtar, qoftë te Brukseli apo Bashkimi Evropian që një ditë mendojmë të jemi në familjen evropiane, në aspektin integrues çdo proces është duke u stopuar apo duke u ngadalësuar nga fakti që shumë shtetet, rajonet kanë bërë hapa shumë progresive në këtë drejtim, duke hapur kapituj të ndryshme dhe duke u afruar drejt aderimit të familjes evropiane. Ne ende nuk jemi në partinë të mirëfillt që të fillojmë negociatat për hapje të këtyre kapitujve. Janë aspekti ekonomik që vërtet është një goditje e radhës në dëm të Kosovës. Borxhi në bankat komerciale në Kosovë nga qytetarët dhe bizneset ka arrit atë shumë që e rrezikon stabilitetin makrofiskal, sepse afër 80% e GDP-së së Kosovës sot është nëpër kreditë ndryshme nga bizneset dhe qytetarët, kur kësaj shtohet fakti që e kemi një rritje të kamatave që po ndikon çdo ditë më tepër në ngadalësimin e proceseve zhvillimore të sektorit privat, kur i kemi afër 700 milion euro tërheqen përmes kartelave bankare apo overdraftin, dhe kur kësaj shtohet që e kemi një inflacion që muajin shkurt ka qenë afër 5.8% e dëshmon më së miri se në çfarë situate ekonomike është Kosova dhe çka i pret qytetarët e saj. Vetëm zgjedhjet eventuale e Kosovës do t'i kushtojnë në disa dimensione në aspektin ekonomik. E para do thotë kjo që do të kushtojnë përmes KQZ-s afër 9 milion deri në 10 milion euro. Në rend të dytë do të ketë shpenzime që i mbulojnë vetë partitë politike, në rend të tretë i mbulojnë vetë kandidatët për deputet, dhe kjo është një kampanjë e abuzimit të paras publike, në rend parë duke shfrytzuar infrastrukturën dhe në rend të dytë duke shpërndarë tani pa asnjë kontroll, qoftë në ndihma sociale, qoftë në tentativa të ndryshme në mënyrë indirekte, në mënyrë ligjore për të blerë votat përmes një politike sociale që e kanë dëshmuar të kaluarën. Vërtet, abuzimi i paras publike është mëkati më i madh, sepse sot qytetarët e Kosovës kanë nevojë për mbështetje si kur më parë, por jo në këtë mënyrë me prapavi djallëzore politike, duke kalkuluar në blerjen e votave dhe eventualisht fitimin e zgjedhjeve që do të marrin brenda aktivitetit.